Pasuria e përbashkët e 10 miliarderëve më të pasur në Shtetet e Bashkuara është rritur me $698 miliardë në një vit, sipas një raporti të ri të publikuar nga organizata Oxfam America. Raporti paralajmëron se politikat e administratës së Donald Trump mund ta çojnë pabarazinë ekonomike në nivele rekord, ndërsa thekson se si republikanët ashtu edhe demokratët kanë kontribuar në zgjerimin e këtij hendeku gjatë dekadave të fundit. Duke përdorur të dhëna nga Rezerva Federale për periudhën 1989-2022, studiuesit zbuluan se 1% më i pasur i familjeve amerikane ka fituar 101 herë më shumë pasuri se sa familja mediane dhe 987 herë më shumë se sa familjet në 20% më të varfër të shoqërisë. Në terma konkret, kjo përkthehet në një fitim prej $8.35 milion për familjet e 1% më të pasur, krahasuar me vetëm $83.000 për familja mesatare gjatë 33 viteve. Ndërkohë, mbi 40% e popullsisë amerikane, duke përfshirë gati gjysmën e fëmijëve, konsiderohen me të ardhura të ulta me nivel ekonomik familjar në 200% të vijës kombëtare të varfërisë. Kur krahasohet me 38 vende të tjera me të ardhura të larta në kuadër të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës renditën të parat për shkallën e varfërisë relative, të dytat për varfërinë dhe vdekshmërinë e fëmijëve dhe të dytat nga fundi për jetëgjatësinë mesatare. Raporti argumenton se sistemet amerikane, duke përfshirë kodin tatimor, rrjetin e mbrojtjes sociale dhe të drejtat e punëtorëve, janë të psuar gradualisht, duke lejuar që pasuria e përqendruar të kthehet në bushte të përqendruar. Sipas raportit, ligji fiskal i Trump, i miratuar në maj, përbën një nga transferimet më të mëdha të pasurisë drejt të pasurve në dekadat e fundit, pasi u uli taksat për milionerët dhe korporatat. Megjithatë, Oxfam thekson se kjo nuk është përgjegjësi vetëm e republikanëve. Reformat e 40 viteve të fundit, nga shkurtimi i taksave dhe mbrojtjeve sociale te dobësimi i sindikatave, janë mbështetur nga të dyja partitë. Rekomandimet politike të paraqitura në raport janë rivendosja e ekuilibrit të pushtetit përmes politikave kundër monopoleve, përdorimi i sistemit tatimor për të reduktuar pabarazinë përmes taksave mbi të pasurit dhe korporatat, forcimi i rrjetit të sigurimeve sociale dhe mbrojtja e sindikatave.